Një situatë e pazakontë ka ndodhur pas ditën e sotme mes dy banorëve në BBV4, Gjestit dhe Eglit. Pas shumë përplasjeve mes tyre, artisti po mundohet të gjejë një mënyrë për të krijuar sërish një marrëdhënie të ngrohtë me banoren në fjalë. Me nuanca humori, Gjesti i drejtohet Eglit që të nuhas në sqetullën e tij, kjo e fundit e refuzon duke i thënë, mos u bëj i shpifur. Pasi Egli nuk pranoi, Gjesti vërehet teksa nuhat sqetullën e saj dhe bën një mimik qesharake. Pas kësaj artisti nga Kosova tenton t'i rrëmbej një puthje Eglit, por pa sukses. Egli e pakënaqur nga këmbëngulja e tij i kthehet, boll mos më acaro nervat se bëhem e keqe kur të sulmoj. Gjesti nuk zhduket nga dera e dhomës së grimit, Egli ndon se tenton ta shtyjë atë dhe të hyjë brenda, sërish dështon. Ik puthu me vaskën, një sugjeron Egli Gjestit. Ndërsa vijojnë të ngacmohen me njëri tjetrin me të prekura e të qeshura, Gjesti këmbëngul përputhjen derisa papritmas i përmend marrëdhënien seksuale. Në këtë moment Egli irritohet dhe i thot, s'është puna ime, dil jashtë dhe bëj seks.